Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Dashit. Do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është bungu. Kjo letër përfaqëson energjinë e dikujt të dashur që nuk qëndron më në vend, duke menduar, duke dyshuar apo duke pritur që kushtet të bëhen perfekte. Druri i bungut është simboli fillimit të ri me vendosmëri, por jo një fillim që ndodh vetvetiu. Është ai që e zgjedh ti me shpirtin e një luftëtari që ka vendosur të mos kthehet më prapa. Ti mund të jesh në një moment kur ke nevojë të marrësh kontrollin mbi një situatë, një marrëdhënie, një drejtim në jetë. Ndoshta i lodhur duke pritur që të tjerët të kuptojnë, të japin miratimin apo që rrethanat më e mirë të vi. Kjo letër të thotë: mos lër veten, pezull, vepro, mbaje drejtimin, bëje hapin. Bungu është pema e parë që rritet pas dimrit, të dashur. Ajo simbolizon rilindjen, kthjelltësinë dhe vullnetin për të jetuar me qëllim. Ti nuk je më në fazën e ëndërrimit, tani është koha për të shndruar vizionin në realitet. Je më i fortë se frika jote, fillimi është në duart e tua dhe forca që të duhet është tashmë brenda teje. Fillo tani.